Në përgjithësi shumë mirë, jem shumë të kënaqur që këtë vit ka pas aplikantë edhe më shumë se sa në vitet paraprake. Numri mbi 1000 aplikantë që ose në zgaboj më shumë për të bërë student Universitetit Prishtinës është shumë domethënës, duke pas parasysh edhe trendet demografike që janë në rëndje, domethënë ky nimishi është edhe më shumë se sa 1000. Përgjithësi ka pas interesim për gjitha drejtimet, si zakonisht në drejtimet e shkencave kompjuterike, mjekësia, po edhe fakultetet e ndryshme juridiku, ekonomiku, thuj se gjitha kanë pas një numër të madh të aplikantëve për të bërë student të Universitetit Prishtinës. Kemi disa drejtime ku ka numerikisht më pak të interesuar, që për shembull drejtimet e orientalistikës apo edhe ballkanistike apo edhe histori e disa drejtime, mirë po edhe në ato drejtime nuk është e domosdoshme që të ketë numër të madh. Në ato drejtime ne si universitet, po dhe si vend, si Kosovë kemi jashtëzakonisht nevojë për cilësi më të lartë dhe njerëz që vërtet e bojnë ato studime me pasion edhe janë e armja e atyre disiplinave shkencore. Në shumë drejtimeve që janë plotsu që të gjitha vendet që në afatin e parë, do të ketë edhe një afat të dytë për ato ku ka ende vende të lira, dhe çfarë jam shumë i lumtur që është befasi që nuk e kompritës se tani për herë të parë sipas vendimit që kemi marrë dhe politikave që i kemi zhvillu, kemi të studentë të pranuar edhe nga diaspora. Pra kemi vendosur vende të rezervuara jo vetëm për vendet të fqinjtë të Kosovës, po edhe për arbresht, për shqiptarët në Turqi, si edhe për diasporën gjithandej. Dje u informova se ka një numër të studentëve që nga diaspora, vendet ndryshme të botës, që kanë origjinë nga Kosova, që kanë aplikuar dhe janë bërë student të Universitetit Prishtinës. Është rritja e cilësisë duke e forcu interdisciplinaritetin brenda fakulteteve, njësive, departamenteve të brenda Universitetit Prishtinës, pra zhvillimi i programeve shumë disiplinore edhe ndërdisiplinore në ne, sidomos në nivelin e doktoratave me programe BA, MA, jemi jashtëzakonisht mirë të konsoliduar në ne. Është ndërkombëtarizimi atë çfarë them që ta sjellim botën në Universitetin e Prishtinës dhe Universitetin e Prishtinës në botë, gjithandej, si dhe çështja e digitalizimit, transformimit digital. Këtu janë 3 masat që jemi ose 3 shtyllat kryesore të punës tonë, të bazuar në 2 parime, në parimin e ligjshmërisë dhe të meritokracisë.